Sigurisht që në letër Shqipnia është skuadër shumë më e fortë, por normalisht Letonia për mendimin tim ka një futboll të vogël, ka një trajner që është i shkollës italiane, për mendimin tim taktikisht ishin shumë të organizuar. Ne mendojmë që kena forcat mjaftueshme me fitu, por nga një herë llogarit mund bëhen gabim, mendoj që sot shumë gjana nuk shkun për shtat dhe energjia skuadrës nuk ishte në nivelin e duhur. Ishte një skuadër pak a shumë apatike. Nuk e di pse lojtari më i mirë i ndeshjes të fundit Hysaj nuk ishte pjesë e skuadrës, sepse mendoj ndeshjen me Serbinë ishte një prej lojtarëve më të rëndësishëm i cili me eksperiencën, me energjinë e tij dhe me mënyrën se si e interpretoi lojën, tregoi pjekuri, tregoi profesionalizëm dhe tregoi që akoma ka shumë për të shërbyer kombëtarët. Sepse bëhet shim, pra nuk ata me kuptu, energjia mungonte në krahun e djathtë, nuk ishte ajo që normalisht ne duhet të kishim. Skuadra nuk tregoi forcën e një skuadre pretendente, nëse pretendon për me shku në botënor, këto skuadra si Letonia sigurisht duhet të arrish ti fitosh të ndeshje, jo vetëm fizikisht, taktikisht dhe teknikisht, por sigurisht duhet edhe ti dominosh. Pra, nëse ne mendojmë që na ka shpëtu Strakosha, domethënë që neve jena një skuadër që akoma jena e vogël, nuk duhet me pas pretendime. Dhe unë mendoj që jena një kombëtare e vogël, nuk jena një kombëtare e rritur, jena një kombëtare që kena nevojë prapë mu rrit, kena shumë nevojë me sistemu shumë gjana për me mrit nivelet e botënorit. Nuk mendoj që kena bëhat hap, por nga një herë neve edhe kena disa pretendime shumë më shpejt se me ardhë koha. Mendoj që kombëtarja jonë ka shumë rrugë e shumë punë me bë për të ndërtu e për të bë gati për botënor. Unë mendoj që Silvinja si futbollist ka arrit me kanë nivelet më të larta të profesionalizmit, ka luajt në nivelet më të larta të futbollit evropian dhe botënor. Sigurisht që qenunit futbollist dhe qenunit trajner janë dy gjëna të kundërta. Sigurisht që Silvinjo po gabon, nuk është i pa gabueshëm edhe Ancelotti që ka fitu shumë championsa, normalisht edhe ai është i gabueshëm. Silvinjo është një trajner i ri që normalisht po mëson edhe një farë mënyrë edhe zanatin, sepse ka nevojë për eksperiencë dhe eksperiencën ai po e merr edhe me Shqipërinë. Po gabon ndoshta në momente të rëndësishme, në vendime të rëndësishme që po në ekipin kombëtar normalisht po kanë ekim edhe rezultati. Po në fundit ai është trajneri që ka sot për sot Shqipëria dhe përderisa ai është besu atij, ai duhet me marrë përsipër gjitha përgjegjësitë, ashtu siç merr përsipër edhe meritat kur skuadra fiton edhe bën hapa përpara. Nëse në Evropian na çoj Silvinjo, dhe tani Silvinjo nuk arrin me na dër botënor, sigurisht që përgjegjësia kryesore është trajnerit, sepse vendimarrja e trajnerit është ekskluzive. Dhe trajneri duhet me kenë personi kryesor që duhet drejtu edhe gishti. Por normalisht nuk është problem, unë mendoj që futbolli shqiptar nuk ka problem me trajnerin. Problemi i futbollit shqiptar është mentaliteti, mendoj. Edhe unë mendoj që shumë njerëz në futbollin shqiptar të niveleve amatore dojnë me bë rolin e profesionistit, por nuk mundesh nëse nuk ke jetu momente profesionale në jetën tënde, nëse s'ke një karrierë të pasur në botën e profesionistit, sigurisht që nuk mundesh me dërgu mesazhe kampionash, sepse me kanë lojtarë ekip kombëtar është shumë e vështirë. Këto futbollistat mendoj që kombëtarja i ka për me mrit, me bë gjëra të tjera, por nuk mjafton që me pasi grup futbollistat, duhet ditë me i menaxhu futbollistat, duhet ditë me njoft karakteret e tyre, edhe karakteret nga një herë janë edhe të vështirë me u menaxhu, por kombëtarët e mëdha, trajnerët e mëdhej, njerëzit e rëndësishëm që e kuptojnë futbollin,
i menaxhojnë këto situata në mënyrë profesionale. Kurse unë mendoj që nuk kena staf mjaftueshëm. Nuk mjafton vetëm trajneri, stafi i tij me menaxhu, domethënë 30 e sa futbollistë që mund të marrin pjesë në një edicion kualifikuesesh. Mendoj që kena mangësi në staf, mangësi profesionistësh. Kur flas profesionistësh, flas profesionistat niveleve pra niveleve të larta, sepse po shikosh edhe futbollistat tonë, niveli i shumë futbollistave është i ndryshëm me nuk mundesh mund krahasu niveli profesionist i një futbollisti që luan në Angli me një futbollist që luan në Turqi. Kultura, mentaliteti dhe ana profesionale totalisht është ndryshe. Një futbollist që luan Serie A me një futbollist që luan në Kroaci, në aspektin profesional ka diferenca të mëdha. Pra, kontraja jon ka futbollista mjaftueshëm të niveleve profesionale, por ka edhe një lloj disbalancimit, pra duhet kombinu shumë gjana, janë shumë faktor që duhet me funksionu mirë që ne mu bë një skuadër funksionale, një skuadër pretendente. Shiko, përdesa ju përmendni pra këto fenomene, kjo është fenomen që duhet menaxhu. Edhe unë këtë po tham, këto situata duhet menaxhu sepse futbollistat si shqiptarët e Kosovës ose kosovarët, se nuk e di tani se ka shqiptarë të Kosovë që janë krenar me kënd shqiptar, po ka shqiptarë të Kosovë që thojnë jena kosovarë të Kosovës. Edhe është kriju edhe një henek edhe vetë nërmjet nesh, edhe neve kena disa përplasje. Unë shikoj që në media, shikoj në situata të analizash njerëzit përplasen, edhe nuk e kuptoj sepse përplasen, sepse në aspektin profesional për me analizu një futbollist niveleve profesionale duhet me kuptu sa i vështirë është ky zanat. Edhe shikoj shumë njerëz, barke njerëz që qaf që bajnë analistin që ndoshta në jetën e tyne s'ja marrë fryma kur duke bë vrap, harroje për me luajt futboll. Në zanatin e futbollit duhet kesh parasysh që janë këto neshje, sidomos me Serbinë, për me kenë medalë për mu, neshja me Serbinë ka kenë pozitive, sepse me luajt me një Serbi të futbollit jugoslav, edhe me dalë me një rezultat pozitiv që mund ta quajmë, mendoj që është hap i vogël, por hap përpara, nuk është hap mrapa. Pra, sepse Serbia në 2014 erdhin mes Elbasanit dhe neve na goditi me 2 gola dhe na tregoi se çfarë forcët kanë. Kurse këtë herë mendoj që neve, pavarësisht se nuk ishim dominant, pavarësisht bëm një ndeshje që për mendimin tim ishte pozitive. Por pastaj krijohen shumë imagjinata sikur neve nuk luajtem me kosovar mjaftueshëm, u dote më shumë kosovar. Nuk e di ku i shërben këto lloj analizash, sepse në aspektin profesional unë e kuptoj sa vështirë është me marrë pjesë një ndeshje të tillë, sepse ka një përgjegjësi tepër të madhe, e duhet të jesh i përgatitur jo vetëm në aspektin fizik, por edhe në aspektin psikologjik. Kjo është një ndeshje me përgjegjësi të madhe dhe është një ndeshje që të vjen në presion të madh. Edhe për mendimin tim, ashtu si përfundoi ndeshja, në qoftë edhe aspektin e mos pasjes të problemeve që mu bë lajm ndërkombëtar, mendoj që sporti, futbolli fitojnë këtë ndeshje, po ka një me kriju heqe, dojnë me kriju përçamje, dojnë me kriju luft. Ne nuk jena një komb që kena nevoj për luft, ne jena një komb Shqipnia, sidomos domethënë shqiptar, Shqipëria jonë, Shqipëria që neve jena prej Shqipnijet e që flasim Shqip, neve kena kalu për ju shumë vështirë në sistemin komunist. Me lojtarët e Kosovës që mund të ketë probleme të mundshme, sigurisht që mund të ketë probleme të mundshme, sigurisht që Daku mundet me keni pa kënaqur për mos aktivizimin e tij, sepse ai mendon që ka bë gola mjaftueshme, mendon se ka pas merita me marrë më tepër minuta. Sigurisht që mundet me pas përplasje. Unë kam kanë pjesë e shumë skuadrave të ndryshme në Evropë ku kam marrë pjesë, gjithmonë trajnerët kanë përplasje, sepse nuk mundesh ti me gëzu 24-5 lojtarë, ti mundesh me gëzu vetëm 11. 11 partë janë të gëzuar, tjerët pastaj sigurisht që mund të ketë pak natësina, por siç e thash, këto janë pjesë të menaxhimit të situatave dhe njerëzit me nivele profesionale të larta
i menaxhojnë mirë. Tek na kena mungesë, sepse Silvinjo është i vetëm, edhe te Silvinjo përplasen gjithë, po Silvinjo duhet me pas drejtorin teknik, drejtorin e përgjithshëm, drejtorat teknik duhet me kenë niveleve kulturore, me njoft profesionin. Kush është drejtori teknik i kombëtarës shqiptare? Kush e menaxhon, kush ja hek presionin e këtyne përplasjeve me futbollistat të Silvinjos? Kush është ai? Nuk shikojnë një njeri që është aty i rëndësishëm, me autoritet, njeri që ka respektin e futbollistave. Ky rol është shumë i rëndësishëm. Ato gjen drejtorat teknik për me i pas në kontroll, me i pas ushtar, por nuk ke nevojë për ushtar, duhet lidera. Ne kena nevojë që këto liderat e kombëtarës, to me personalitet madh, duhet me i menaxhu njerëz me personalitet. Nëse nuk ke njerëzit me personalitet mjaftueshëm, është me menaxhu Brojen. Brojen e kanë menaxhu historikisht keq. Pse? Sepse Broja ka qenë ndryshe. Kërkush se ka kuptu se si ka funksionu Broja. Edhe neve gjithmonë na krijohen këto situata dhe nuk jena të zot me i menaxhu. Pastaj drejtojmë gishtin, e ka fajin Silvinjo, jo, e ka fajin sistemi për mendimin tim.